Festa ishte e rrallë. Tifozët shqiptar nuk deshën t'ia dinin që kombëtarja nuk e mbylli dot ndeshjen në Beograd. Në Tiranë, Prishtinë dhe në qytete të tjerë, atmosfera ishte si për një fitore të madhe. Me mijëra vet ishin grumbulluar që përpara takimit, në sheshin para stadiumit kombëtar Qemal Stafa në kryeqytet. Përpara ekranëve gjigande doqen përballin shqiptarët e Kosovës në Prishtinë dhe në Mitrovic. Brohoritjet e thirrjet ishin të mëdha pas rasteve të Mavrajt dhe Canës. Momenti kulmor gjithsesi ishte kur banderola me hartën e Shqipërisë madhe dhe me flamurin kombëtar fluturoi mbi stadium. Kur gjyqtari ndërpreu ndeshjen, tifozët pritën me ankth për 45 minuta, derisa u mor vendimi përfundimtar për mos vazhdimin e saj. Menjëherë pas lajmit, tifozët në Tiranë mbushën bulevardin dëshmorët e kombit dhe brohoritën për një kohë të gjatë. Kënaqësia ishte e madhe për faktin se kombëtarja luajti mirë, nuk humbi dhe se Shqipëria mund t'i marrë 3 pikët në tavolinë. Entuziazmi ishte i veçantë edhe në Prishtinë. Në kryeqytetin e Kosovës pati krenari për sfidën që u bë Serbisë brenda në Beograd, aq më tepër që shumica e lojtarëve të përfaqësueses ishin nga Kosova. Gjithsesi Mitrovica ishte edhe më e veçantë. Në qytetin verior të Kosovës, ku shqiptarët janë pranë serbëve, festimet ishin më të mëdha. Madje u raportuan dhe incidente në urën e Ibrit. Tifozët dolën nëpër rrugë edhe në Vlorë, Fier, Durrës apo Shkodër. Skenat ishin të ngjashme, me mijëra vet në rrugën sheshe, në këmbë apo nëpër makina dhe duke mbajtur flamuri kombëtar në duar. Në Shkodër u arrit deri në djegjen e flamurit serb. Policia ishte e pranishme për të shmangur incidentet e mundshme.